është libri me titullin Guaska e Artë. Më shumë si një libër, mund të them që përmban shumë çka në të ushtrojmë, të lexojmë, të mësojmë, por le të themi edhe të zhvillojmë edhe më shumë kreativitetin e të vegjelve tanë. Kam shumë kënaqësi që në këtë studio të kem autoren e Guaska e Artë, Lumnie Rexhabisha. Përshëndetje mësuese, mund të them mësuese? Përshëndetje, është kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën edhe për mua sot është kënaqësi që gjendem në emisionin e juaj. Një jetë e tërë me parashkollorët, një edukatore e cila besoj se do loj gjurmë tek shumë gjenerata, e ato të vegjëlit të cilat janë së bashku me ju, besoj se e ndjejnë edhe kur largohen që janë pjesë juaj akoma, siç është edhe Lana Dervishi, e cila kur ka realizuar kopertinën e këtij libri ka qenë vetëm 9 vjeç. Përshëndetje Lana. Mirdita. Mirdita. Sot Lanën e kemi 10 vjeç, apo jo? Po. Edhe para një viti ka realizuar punime shumë të bukura për Guaskën e Artë. Nëse të pyes që kur ke filluar të punosh për Guaskën e Artë edhe deri që është finalizuar, sa kohë të ka marrë? Mund ka zgjat kopertina e librës një javë. Një javë ditë ke punuar ti të kopertina e librit. Pa. Por tani mësuese Lumi, ne do na tregoj pak se çfarë ka brenda Guaska Artë. Guaska Artë është një vazhdimsi e librave të mëparshme të cilat i kam botu. Dihet siç thatë edhe ju, unë jam edukatore, punoj me fëmijë të moshës parashkollore. Këtë vit kam hyrë në vitin e 37, pra që punoj 37 breza të i përcjell. Dhe gjatë punës time si edukatore, fillimet e mia i kanë pas vështirësitë e veta, se në atë kohë nuk kishim libra, teste në gjuhën shqipe, dhe kjo ishte një shtyse që më shtiu mu të filloj të përpilloj libra të tillë. Para disa viteve kam botu librin e parë, ndërsa këto ditë Ja ku vjen dhe Guaska Artë. Guaska Artë dihet se fëmijëve ju pëlqen deti dhe bota ujore, dhe për atë kam përzgjedhur titullin Guaska Artë. Kam pas fat edhe të takoj Lanën në një panajir që zhvillohet shporta vjeshtës që ishte në Katërkoll një ditë. Kjo ishte me nënën e vetë, se nënën e Leanës e kam edhe kolege. E di që nga kopshti që Leana vizatonte shumë bukur, idenë e kishe, titullin e kishe të por, do kërkoshe kopertinën t'ja përshtas Guaska Artë dhe kërkoshe në brenda në Guas t'ishin 2 fëmijë. Flas me Leanën, i thon Leana, jetu i ke vizatuar ala, ashtu bukur si ke vizatuar në kopsht. Leana me tregon dhe me thot që po vizatoj. Dhe kështu dha idenë, a mundej këtë punim kështu me ma realizu, dhe brenda një javet Leana ma pason një punim shumë të bukur që i përmbush totalisht pritshmëritë e mia, sa që dhe i të i kalon. I të i kalon. Leana, çfarë kemi këtu? Flasim pak për kopertinën e librit. Ço kalane ulqinit? Aty është kalaja ulqinit, është edhe Guaska me 2 fëmijë të vegjël. Janë shok të 2? Po. Sepse a duhet tregojmë që ne në kopësht edhe kudo duhet jemi shok mirë me njëri tjetrin? Po, gjithmonë duhet të jemi shokë të mira. Ke përdorur ngjyrat, pëlqen ngjyrat Lana? Shumë. Me cilat ngjyra punon ti më shumë? Unë më shumë punoj me ngjyrat e ëlberit. Që sa vite pikturon, vizaton? Unë që është e vogël, vizatoj. Edhe një talent që edhe mësuese Lumi e pati këti. Duhet të shkojmë pak ndoshta në rrjedhën e librave. E dim që le të themi në arsimin shqip përballemi me vështirësitë tona për të gjetur le të themi libra në gjuhën shqipe, për të punuar me literaturë në gjuhën shqipe në institucionet tona parashkollore, por edhe le të themi në përgjithësi. Në fillim, si ishte le të themi ideja që më pas të vite tek realizimi i librit? Pa dihet se në fillim ne na u mundsonte nga kopshti që të merrnim libra atëherë nga Beogradi, Zagrebi, Novi Sadi,
por të marrën prej Kosovës apo Shqipërisë ishte ndalume. Dhe na për këtë boshllëk për ta mbulu, mundoheshim me kopim, me indigo, vizatime, ti përshtatëm, mirë po kjo nuk ishte ajo çka duhej. Dhe kështu fillova, rastësisht përpilova një si tekst të kopjuar, disa print të cilë të kërkonin librin të jetë vetëm në gjuhën shqipe, të jetë libër i përpiluar për fëmijët tanë. Nuk ka nevojë fëmijët tanë të punojnë me tekste të cilat nuk na përshtatet gjuha, dhe ajo më nxiti mua që të filloj pra përpilimin e librit parë. Ndërsa tani e pash të ullës që këto tekste fëmijët i pëlqejnë, punojnë me kënaqësi, se në secilin libër ka punimet të cilat janë të përshtatshme për fëmijët e moshës parashkollore, ku ushtrohet grafomotorika, ushtrohen pra muskujt e imt, ushtrohet plotësimi hapësirave, ngjyrave, ka labirinte të ndryshme, të gjitha këto fëmijët pra i gjejnë në ata libra dhe punojnë me shumë kënaqësi. Fillojmë tani, teksa e shpalosim, kemi të parën Guaska e Artë. Një, le të themi që i përshtatet titullit, pastaj vazhdojmë tek Dita ime. Dita ime, aty çdo fëmijë tregon pra me ilustrime tregon se çka bën në mëngjes kur zgjohet, veprimet të cilat duhet i kryej gjatë ditës dhe cilat ato veprime vetë fëmia. Pra këtu duhet bëhet një bashkëpunim, bashkëbisedim fëmijë-prind edhe edukatore me fëmijë. Nëse vjen të bashkëbisedimi se fëmia i moshës parashkollore nuk di të lexoj, por në libër duhet punohet bashkë me edukatoren ose prindin, pra gradualisht. Ku merr le të themi inspirimin apo dhe idetë për të realizuar në çdo faqe diçka të ndryshme të këtij libri, sepse kemi plot 78 faqe nga puna praktike. Nga puna praktike aty e marr edhe idetë. Te ky libër një tregim ja kam kushtuar edhe Leanës dhe ngjyrave që Leana përdor. E ke tregimin në plazh, plazhin të cilin Leana e preferon më shumtit dhe e ka më afër prej shtëpisë së saj, është në plazhin tim, ku flitet për plazhin e Valdanosit. Leana zgjohet herët mëngjes, mami i thot çka po bëjmë sot Leana, kjo i tregon që do të shkojmë edhe në plazh, unë po i marr thot edhe ngjyrat, se atje ka mundësi edhe me ngjyros. Leana fillon e ngjyros në gurt e plazhit të Valdanosit. Kjo është një tregim që i kushtohet piktores tonë të ardhshme. Piktores tonë të ardhshme. Leana, ke një tregim të dedikuar për ty, je e lumtur, po më thua. Po. Që ka shkruar mësues Lumi një tregim për ty. Por besoj se i gjithë libri është i lidhur me atë të përditshmën tonë, edhe shumë personazhe. Shumë personazhe. Le të themi janë real në një farë. Real në një farë forme. Kish tregimi tjetër që ja kam kushtu 2 mbresave të mia, të cilat shprehin dëshirat, njëna don balerin, tjetra shahiste, tjetra dhe për festimin e ditëlindjes, ku e pret dajin mi shku për ditëlindje, dhe si gëzohet fëmia kur çfarë dashnie t'japin nipat e mbesat. Ishte edhe tregimi për gjyshi e nipi, domethënë prej jetës reale, shumica janë prej jetës reale. Në fund të librit kam përpiluar edhe disa pjesë teatrale për fëmijë, të cilat na i kena meset nevojshme në kopsht. Nuk kena tekstet të tilla dhe çdo herë kur kemi programe të ndryshme na mungoj. Ja mundu të jap disa pjesë teatrale që dhe t'i vëjmë në skenë, besoj këto edukatore të reja. Si është pritur deri tani? Çdo libër pritet mirë. Aty e ndjej kënaqësinë kur shkoj në për grupe dhe i shoh që punojnë me të dhe thot na ke kënaq mësuese me këto libra, na ke shpëtu se fëmijët mezi shpresin punojnë me ta. Ajo është një e arritur edhe të nxit që të vazhdohet puna. Besoj që ndonjë edukatore e re ta marrë tash iniciativën dhe të fillojnë edhe ato të punojnë dhe të vazhdojnë atë ku ne kam filluar. Do kthehemi përsëri, ndalemi pak tek disa punime që na ka sjell Leana sot. I marrim Leana, i kallëzojmë tek kamera këto, një nga një. Çfarë kemi aty? To është pema ulliret.
Pëlqen? Shumë. Për sa kohë ke punuar? Kjo më ka një 2 ose 3 ditë. Është më e vështirë kur nuk punon në flet, por Mbes. si quhet? Ku kemi... Hajde te. Mbes, në... Po. Është më e vështirë kur punon në bez apo në flet? Me vështirë se është në mbes. Marrim punimin tjetër? Më duket se të pëlqen natyra shumë. Po. Ku kemi përsëri natyrë lule, marrim punimin tjetër. Çfarë kemi? Tu është një flutër me disa lule në to. Edhe kombinuar me ngjyrat e fustanit tënd sot, kemi punime të tjera, Lana, i shohim. Përsëri kemi natyrë, kemi ujë, kemi diell. Si shkon në shkollë? Je mirë me notat? Po. Nxënëse shëmbullore? Po. Si ja arrin ti që edhe të mësosh, edhe të pikturosh bukur? Po. Si ja del? Kur pikturon më shumë? Në Gjatë kohën e fundjavës? lirë. Në kohën e lirë. Çfarë të pëlqen tjetër ty në shkollë përveç pikturave? Me pëlqen edhe të shkruaj hartime shumë. Ke lexuar ti librat e mësues Lumit? Po. A do zgjedhim diçka të vogël sot ta lexojmë? Si thua? E marrim një pjesë? Për shembull, shohim çfarë kemi. Sjellim pak nga pjesa teatrale ndoshta. E lexojmë pak, Lana? Cilën duash ti? Zgjidhe ti, edhe lexoj një pjesë nga libri. Po as ka. lexoj mollën. Lexoj. Përshëndetje, me siguri më njihni. Unë jam molla, jam shumë vitaminosa. Mbretëresha frutave më quajnë. Një mollë në ditë, i thotë mjekut ik. Okej, ky është mesazhi më i bukur që marrim ne se si duhet të ushqehemi. Edhe mësuesja nuk është kursyer në këto mesazhet. I dëgjon ti gjitha çfarë thonë edhe në shkollë edhe prindrit se si duhet të ushqehemi? Po. Sa janë të rëndësishme në libra të tilla edukative të kemi, le të themi, jo vetëm mësimin ndoshta të mbledhim, të zbrisim, por edhe këto gjërat tona të përditshme. Në së cilën fjalë duhet të jepet një mesazh, duhet të jepet një frymë edukative. Secili ilustrim, secili tekst që i shkru këtu ka mesazhin e vet edukativ që duhet pra t'i kushtohet fëmijëve. Fëmia nuk mësohet vetëm me fjalë, me vepra, me punë dhe me qëndrim të vetin. Nëse ti ofron, siç tha me telefone ato çdo ditë në dorë, ma mirë një libër, një flet në ditë, një print tulet, ta lexojnë me fëmijën e vet dhe ta lajnë për nesër. Ilustrimin, ta baj një pjesë të ilustrimit, siç e thanon që fëmijët të lodhet, një pjesë të ilustrimit, mbydhe, në nesërën fëmija vazhdon prapë. Të di të manipuloj me libër, ajo është qëllimi kryesor. Të di fëmija se nga vjen dituria, se jo, si që shifet kohët e fundit, që shumë prind prej punëve të shpejta, jetesës shpejt, edukimit fëmijëve mjerisht shumë pak i napin rëndësi. Edhe është ma... Në këto 37 vite punë, çfarë le të themi të gëzon që është përmirësuar, por edhe çfarë akoma të shqetëson? Me gëzon që është përmirësuar, s'dish çka të them. Në fillimet, me të vërtet fëmijët kanë qenë janë kushtuar atë për mësimit. Prind, edhe pse nuk kanë qenë shkollum, kanë dashur fëmijët e vetë të shkollohen, fëmijët e vetë të marrin bazat edukative, të edukohen, të kenë sjellje të mira. Ndërsa sot i kenë atë gjithë mundësit, por duhet t'i shtyjmë fëmijët tulen të ndigjojnë, duhet një metodë tjetër të bashkëpunojmë ato, se i kanë të gjitha. Si keni punuar, apo si vazhdoni të punoni kur nuk kemi libra le të themi të tilla përpara shkolloret në gjuhën shqipe, të cilat vijnë nga ministria, nga enti. Si punohet le të themi me nxënësit shqiptar? Me nxënësit shqiptar, secila edukatore, cila hyn në internet, zgjedh e ka të liri, zgjedh tregimin, poezinë, zgjedh ilustrimin,
lexon diçka ajo që don më. Ajo që i vjen më shkurt merr një përkthim prej gjuhëve malazeze apo angleze, këto që jetë njohin, dhe ashtu vazhdon. Janë libra të cilat le të themi janë vazhdimësi e njëri tjetrit, apo kemi ndryshime të theksuara nga libri i parë tek Guaska? Se cilë libër e ka veçanten e vet, por për fëmijët parashkollar. Do të thonë se cilë libër e ka të veçantinë e vet, por i sillet asaj çka i përket fëmijëve të moshës parashkollare. Ku po gjen përkrahjen nga libri i parë deri tani? Përkrahjen e gjej të fëmijët e mi, e gjej të fëmijët me të cilë punoj në kopsht, familja ime, por përkrahjen financiare deri tash e kam pas prej Fondit për Pakica dhe Ministrisë Kulturës Malizi. Fondi për Pakica, kur kam konkuru me librin e parë, ata më përkrahen, e pan të udhës që një test i tillë i mungon mjedisit ton, pra, i mungon, dhe prej aty Fondi për Mbrojtjen dhe Realizimin e drejtave të Pakicave është barësi kryesori i mjeteve të cilat i dedikohen këtyre, që unë kam arrit i botoj këto libra. Dihet se mjetet të cilat dahen për financim nuk janë të mjaftueshme, por shumë bashkëpunëtor që i kam aty në libër, me punë vullnetare, të cilë përkrahin idenë time se e shohin që duhet të përkrahet, edhe thush pa asnjë financim ato mi kryen, pa asnjë kompenzim material mi kryen. Në librin Guaska e Art, themi, e tham që gjen shumë detyra në një farë forme, shumë punime, por ato që duan ta kenë pjesë të librarisë së këndit të fëmijëve, si mund ta marrin? Mund ta gjejnë në librarinë Ulqini, çdo libër e imja e cila është botuar nëpërmes Fondit për Mbrojtjen dhe Realizimin e Drejtave të Pakicave, mund t'i gjejnë në librarinë Ulqini. Ato libra janë aty. Por shumë libra dhe janë dhuroj, mund çdo kush të më kontaktoj, libra është. Kënaqësia imja është kur dikush më thotë, mësuese, a mund të më sigurosh një libër? Jo një, po 2, 3, ja dhuroj veç le të lajmërohet për libër. Ke në duar, le të themi, shkrimet të tjera që nuk janë pjesë e Guaskës, por që mund të marrin jetë së shpejti në ndonjë libër tjetër? Kam ide, jam në punim, por sipas kohës do ta shohim. Lana, të jesh ajo vajza e cila ka emrin në kopertinën e librit, si të bën ty të ndihesh? Unë ndihem shumë e kënaqur dhe e lumtur. Dhe e lumtur, ku i the të parit ti që mësuese Lumi do marri mua që të realizoj pikturën edhe të jem te libri? Prindërve. Si e pritën ato? Ato kanë mbetur të habitur se kur nuk e kanë ditë se do të arrijen në këtë moment. Shumë e bukur kjo, sepse ne gjithmonë kur realizojmë, le të themi, projekte të tilla, punë të tilla, shohim ndoshta dikë të pjekur në moshë, që të jetë pjesë e saj. Por përzgjedhja që një 9-vjeçare të jetë pjesë e kopertinës, besoj se ka një mesazh në vetë. Ka mesazh, se unë për ta jetoj. Unë për ta 37 vjet i kam atyre ju kushtoj, ju kam kushtuar dhe për atë kam dash që puna e një nxënëses le të vlerësohet që nga fillimi, se jo duhet t'i përkrahim këto të rinjt, talent të rinj, jo vetëm në artin figurativ, por në çdo lami. Kurse nxënësit ato të vegjëlit që tashmë janë bërë, le të themi, zonja dhe zotrinj, të mundojnë si të bën të ndihesh? Krenare, e përmbushur, ka qenë programi me rastin e ditës së Ulqinit dhe një prind me largësi prej atje vjen më afrohet dhe më thotë, mësuese, kam pru fëmin tim sa në program. Të kujtohet, thotë, kur kena dalë me ju në program. Dhe më thanë, aty shef që me të vërtet puna jonë ja vlen. Se punojmë, ishtë një profesion që i ka kënaqësitë e veta, ishtë një profesion që të besohet, sytë e badit i ke në duar dhe ti duhet ti trajtosh ato fëmijë ashtu si që ka prindi, pra ashtu ti je vërtet prindi dytë aty për to. Ti duhet nëpsh maksimumin, çdo problem, çdo gjë që e ke në familje, në shtëpi,
gjatë jetës, kur hynë në klasë, çdo gjë lehet mbas deret, ti duhet ju kushtohesh atyne, se fëmija ndjen atë. Krejt disponimin tënd të e përsjell të fëmija. Ti nëse je qetë, e butë, e afërt me ta, atë kemi pritë edhe prej fëmijëve. Sa ti jepsh dashni ata 5 herë, 10 herë, 10 fish ma tepër ta kthejnë. Nëse ti shkon veç ta krysh atë punë, hajde se po shkoj sot në punë, nuk mundesh me pas sukses. Nëse nuk i përkushtohesh me zemër atij profesionit të cilin e bën. Ti e din edhe vetë në profesionin të cilin e ushtron, kështu që sa është i rëndësishëm që mos të shkapërcehet, nëse mund të them kështu, ky cikli parashkollor. Cikli parashkollor janë sikurse një shtëpi kur do ta ndërtosh, nëse nuk i vën themelat e mirë, bazën nuk e vën, pra themelat e mirë, atëherë nuk ke edhe nuk e, domethënë aty fillon ajo themeli, ajo baza e edukimit, nëse nuk i vën mirë. Prej në mëngjes, ku shkon? Fëmia hyn në toalet, la i durt, del, mlidhi pantoflet, vishi, vene jakën në vend, domethënë këto janë ata elementaret, edukimi elementar, lapsat mos i gjuj, veni në kuti, ushimin mos e hidh, mos e përdore mirë, pastaj librin mos e shkel, mos e mlidh fleten, mos e gjuj, këto janë gjëra që ushtrohen aty, por ato i marr fëmia në jetë, mëndana. Ato janë gjëra të cilat i bën tan jetën. Si duhet jemi të kujdesshëm që këtë libër, por edhe të tjerat, mos të jenë thjesht zbukuruese në raftet tona, por të dimë se si t'ju ofrojmë fëmijëve. Secili prind i cili do në merrit fëmijë dhe me pas sukses të fëmijë i tij duhet të di të punoj me fëmijën. Tulet luajnë me fëmijën. Nuk ka fëmijë që thonë që librin, që ngjyrat u lëviz ato. Ti duhet t'i sqarosh fëmijës. Duhet t'ja komentosh çka ke vizatu, pse ke bërë këtë kështu, pse ashtu, pra të nxjerrësh më të mirën prej fëmijëve. Nuk ka fëmijë edhe në gabon, edhe nëse gabon, nuk i thuhet fëmijës ti ke gabu, këtë ke bërë keq, këtë ke bërë. S'ka, nuk mundesh ti thosh fëmijës këtë nuk e din. Fëmijës duhet t'i jap shkurajo, ta nxitësh, të nxjerrësh më të mirën prej tij. Lana, lexon ti libra? Po. Me pjesha apo çfarë më shumë? Me romane. Romanet të pëlqejnë? Po. Kur e gjen atë kohën ti më të përshtatshme të lexosh? Në vikende. Në vikende. Gjatë kohës që jemi të lirë, kur përfundojnë gjitha detyrat, 10 vjeç që bie në cilën klasë je, Lana? Në të 4-ën klasë. Në klasën e 4. Tani, sa më shumë që rritesh, çfarë kupton ti për librin? Se është e rëndësishme për jetë. Mesazhe të bukura për na jep Lana sot neve. Që duhet le të themi të dimë se çfarë kemi primar. Da, primar. Miku mirë për njerinë. Miku i mirë për njerinë. Tavolina jonë sot është e mbushur me vizatimet edhe me librat, të cilat uroj shumë që t'jenë pjesë e librarive tona në shtëpi, atyre këndeve që ne le të themi mundohemi që ta pasurojmë, por mos në besi aq. Kur i shfleton edhe i shikon, le të themi kemi botimin e vitit 2020. Të dy kemi në vitin 2020. Këte kemi vitin 2023, 2026. I pari është në 2011. 2011 është i pari. Nga 2011 edhe në 2026. Personalisht vetë, çfarë ka ndryshuar kur ulesh dhe punon për këto libra? Kur ule me punoj për këto libra, e shaf vetin se jam ma pjekur. Se kam aftësi dhe kam mundësi me punu në libra. Se fillimi ka qenë me të vërtet libri i parë, i ka pas ato të thash, e pa eksperiencë që nuk dishe ku botohen, sa kushtojnë, kush duhet të bëj lektyren e librave, këto gjana, ato nuk ishe por kam pas fatin të kam edhe një familjar, shkrimtarin për fëmija Aslan Bisha, i cili kur unë fillova të merra me këtë punë, e pësi, thonë, si shmundësia, i thonë që unë të realizoj një libër për fëmijët e moshës parashkollore, a i thotë, ju vërtet ju mungojnë, thotë ata teste. Ti mundë, i thotë, të fillosh, se i tregova një pjesë, një si skript që e kishe mbledh, i tregova dhe i thëmë, si duket një këse e kam përgatit për fëmijët e moshës parashkollore, e shfleton, edhe i thotë vërtet që në ka shumë mirë,
mundesh me konkuru, si thashtë e fondi, dhe aty prej aty rodhi libri i parë. E kemi redaktor, Zotria Stanbishën, pastaj kemi recensente, Lafe Osmani, konsulent, kemi magjistër Shkelzen Limani. Shkelzen Limani ishte i Preshevës, ishte një pedagog i mirë, i cili po ashtu edhe ai merret me botimin e librave për fëmijët e moshës parashkollore, punon në institucionin parashkollor në Preshev, dhe kam lidhje me Shkelzenin përmes dy kolegeve të mia, Minire Shabanit dhe Emine Vejselit, të cilat janë kolege edukatore. Kjo ishte zëvendës drejtore Minirja tash në çerdhen e në Preshev, kështu që i mbajmë ato urat lidhëse dhe bashkëpunojmë në këtë aspekt. Është e bukur kjo, sepse besoj, sidomos tani kur përmendim Preshevën, le themi, kemi ndoshta disa vështirësi. Edhe ato i kanë vështirësitë të njëjta si na, dhe kur je prezantova që thashëm ka dalë libri botimi, Shkelzeni më kontaktoi dhe tha si do të ishte, tha që na bashkë të bëjmë një bashkëpunim, që një test ta bashkëpunojmë, të bëjmë bashkëpunimin dhe ta përgatisim për fëmijët diku deri në tetor, ai e kishte para pa, por unë jam e gatshme të bashkëpunoj dhe... Gjithashtu kemi konsulente Iliriana Taganin, dalim tek redaktor gjuhësor Ismet Kallaba. Vizatimi në ballinën e librit, kemi Leanën, radhitja kompjuterike, kemi Gazment Qitakun, faqosja e librit është Fjolla, vajza e juaj, gjithashtu kemi, pastaj janë 500 le themi kopje të librit të tilla. Por kur shohim le themi edhe emrat, duat ndalim gjithashtu edhe tek redaktori gjuhësor. Është kolegu jon le themi edhe ai i cili nga ana tjetër kryetari i shoqatës Art Club. Është e rëndësishme kur krijohet edhe një besim më shumë tek libri, kur e dim që është gjithçka në mënyrën profesionale të realizuar. Te libri parë kur kam kërkuar lektorin e librës, unë e pyes Aslanin edhe më thot drejtoi, thot Haxhe Shabanit. Haxhin e kam pas shok klaset dhe i drejtoja Haxhis, i them një kështu. Ajo merr disa ditë e korrigjon edhe ta. Shikam thot Lumnia, ti këtë libër thot e ke shumë bukur. Unë ta kam korrigjuar thot, por nëse nuk ja dorëzon thot Ismetit, nuk ishtë thot e plot, se ai nuk e lën thot as një pres mi kalu. Dhe faktikisht ishtë ashtu. Ismeti ishtë shumë pedant në punë, dhe jo që e kontrolon e ato, por edhe të jep udhëzimet. Ai ka pas rastin fillim, me pedagogën në Shkodër, me kontaktu, me bajt materialin, edhe më ardhme më sugjeru dhe më thanë që ishtë një bashkëpunëtor, që unë kam pas shumë përkrahje prej ti. Është e bukur sepse këto libra pa marrë parasysh. Mbesin, këto libra mbesin gjenerat mas gjeneratët, për atë kërkojmë maksimumin të nxjerrim më të mirën, se cili ilustrim. Edhe fleta duhet, ajo materiali i letrës duhet të jetë i mirë, që fëmia kur nxjeros mos dalë në anë tjetër, për atë. Edhe ajo formati i librës duhet të jetë A4 sipas mballësisë. Libri t'ju përshtatet fëmijëve të moshës parashkollore. Jo, nuk po bëj pyetjen a është në dëshirat e juaja, se e di që do më thuash po, por po të pyes kështu në çfarë forme ndoshta duhet më shumë si nxënësit të ngulin këmbë që të kemi edhe nga enti, edhe nga Ministria e Arsimit libra në gjuhën shqipe. Na ngulim këmbë sa dush, por nëse nuk vendosin ato më lart që i kanë punë në dorë, mbetet veç shërbehemi kështu. Përgëzoj për gjithë punën, sepse kështu besoj se merr vlerë edhe më shumë. Shpresojmë të marr vlerë dhe të ju shërbej gjeneratave në vazhdim. Lana, çfarë ju thua ti shoqeve, të cilat ndoshta ndonjëherë rrini më shumë në telefon se në libër? Çfarë duhet bëjnë? Më shumë në telefon apo në libër, Lana? Në libër më shumë. Të lexojnë më shumë. Leana i ka krejt shoqet e mira, se i kam pas nxënëset grupit, vazhdon të jetë me ta në klasë dhe me të vërtet janë nxënëset mira. Leanën e kena punëtore në çdo aspekt. Është kënaqësi kur një mësues le themi e sheh që vazhdon nxënësit edhe që të vegjël vazhdojnë rrugën e drejtë në arsimit. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi që sot ishit me ne. Leana, faleminderit që ishe pjesë e studios son. Dëshiroj shumë suksese edhe të jesh pjesë e kopertinave të tjera, por edhe me punime të bukura gjithashtu. Faleminderit për ftesën dhe ju dëshirojmë suksese në profesionin e ju.